Kur të vdesësh, mos u shqetëso. Kur të vdesësh, mos u shqetëso. Mos u shqetëso, e as mos u brengos për trupin tënd tashmë të tretur. Sepse muslimanët do e kryejnë atë që u kërkohet. Rrobat i zhveshin nga trupi yt. Gjenazën tënde ata kanë për ta larë. Ata do të qefinosin, edhe ata kanë për të nxjerrë nga shtëpia, për tek vendi yt i ri, varri. Njerëz për të përcjell gjenazën tënde do ketë shumë. Madje kanë për të lënë punën për varrimin tënd. E shumë prej tyre, as ju ka shkuar mendje ndonjë ditë për këshillat e tua. Plaçkat e tua kanë për të sistemuar, qelsat, çanta, librat, këpucët dhe rrobat. Nëse familja jote është e suksesshme, ka për t'i dhënë ato sadaka me qëllim që të vish për blimi e të kesh dobi prej tyre. Por një gjë duhet të jesh i sigurt, se dynjaja s'ka për të pikëlluar për ty. Bota dhe ekonomia nuk ka për të ndalur. Punën tënde do vi dikush tjetër dhe do e zërë. Pasuria jote do të shkojë e lejuar pasardhësve të tu, ndërsa ti ke për të llogaritur për çdo qindark të vogël apo të madhe. 3 kategori njerëzish do të pikëllohen për ty. 1. Njerëzit në përgjithësi, të cilët të njohin si përfaqësisht, kanë për të thënë i shkreti. 2. Shokët, të cilët kanë për të pikëlluar disa orë apo ditë, pastaj u kthehen muhabeteve dhe të qeshurave. 3. Pikëllimi i madh është në shtëpinë tënde. Familja pikëllohet një javë ose 2, 1 ose 2 muaj, apo edhe një vit. Pastaj do të vendosin në arkivën e kujtimeve të tyre. E kështu mbaron historia jote me njerëzit dhe fillon epoka me botën tjetër. Nga ti është larguar krenaria dhe pasuria, shëndeti dhe fëmia. Tashmë je ndarë nga shtëpia dhe gruaja. Për ty ka filluar një jetë e vërtet. Pyetja që ndron: çfarë ke punuar për varrin dhe botën tjetër? Ky është një realitet që duhet ta mendosh. Prandaj, ki kujdes për farzet, obligimet e Allahut, nafilet, veprat vullnetare, sadakan, lëmoshën e fshehtë, punët e mira të fshehta, namazin e natës. Mbase ke për të shpëtuar. O Allah, na shpëto prej dënimit të varrit. Amin.